Sa vinë dhe shtojnë aksionet kontrolluese të policisë rrugore në regionin e Gostivarit, një aksion i tillë është realizuar edhe gjatë të vikendit që shkoi. Në intervalin kohor prej 3 orësh, pjesëtarët e policisë të pozicionuar në disa lokacione brenda qytetit kanë ndaluar 30 automjete. Tek gjysmat e tyre, drejtuesit e automjeteve janë nënshtruar alkool testit. Njëri nga ato ka rezultuar që para timonit është ulur në ndikimin e alkoolit. Pasoja që shkakton alkooli në personalitetin e njeriut janë të njohura për të gjithë ne, por kur kjetë parasysh se kjo reflekton më pas edhe në raporte me njerëz tjerë, atëherë institucionet kompetente patjetër që marrin masa të parapara me ligj. Dje nga ora 1 deri në orën 4, përfaqësues të stacionit policor në Gostivar, njësia për sigurinë në komunikacion rrugor, kanë realizuar një aksion kontrolli për sa u përket atyre që drejtojnë automjetin në ndikim të alkoolit. Me këtë rast janë ndaluar 30 automjete, prej tyre gjysma apo 14 me urdhër të policisë i janë nënshtruar alkotestit apo testit që vërteton sasinë e pranisë së alkoolit në organizmin e njeriut, ndërsa tek njëri prej tyre është vërtetuar prania e alkoolit. Të njëjtin, policia menjëherë ka larguar nga komunikacioni dhe përkohësisht i është marrë leja për vozitje. Po ashtu, atij është përgatitur një parashtresë adekuate penale dhe njëherë do të përballet me gjobat e paraligjore për këtë lloj shkelje. Gjatë këtij aksioni janë konstatuar edhe disa lloje të tjera të shkeljeve, si drejtimi i automjetit pa patent shoferi, mos respektimi i rregullave në komunikacion, mos mbajtja e lejes e të tjerë. Edhe këta lloje të shkeljeve janë sankcionuar konform ligjit, pra me urdhresë për pagesë të gjobave.